Vetëm një ditë para fillimit të zbatimit të ligjit për të huajt dhe atij për automjetet, në Kosovë është zhvilluar një takim i nivelit të lartë mes emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, dhe kryeministrit Albin Kurti. Diskutimet u përqendruan në mënyrën e implementimit të ligjeve të reja, me synim harmonizimin mes direktivave europiane dhe ruajtjen e stabilitetit institucional gjatë fazës së tranzicionit. Mbas takimit u bë e ditur se është arritur një pajtim për zbatimin e ligjit mbi të huajt, duke përfshirë edhe masa shtesë përmbajtësore. Vëmendje veçantë i është kushtuar procesit të regjistrimit të banorëve serb të Kosovës dhe personave me leje qëndrimi të përkohshëm, në mënyrë që zbatimi i ligjit të jetë gjithëpërfshirës dhe në përputhje me parimet e trajtimit të barabartë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav, konfirmoi se diskutimet intensive gjatë javës ka rezultuar me marrëveshje për përfshirjen e masave shtesë në kuadër të ligjit. Sipas tij, fokusi kryesor ka qenë sigurimi i një procesi të rregullt dhe të koordinuar mes institucioneve vendore dhe përfaqësuesve evropian. Emisari Sorensen e cilësoi takimin si konstruktiv, duke vënë në dukje rëndësinë e integrimit të komuniteteve dhe vazhdimsinë e shërbimeve publike. Ai nënvizoi nevojën që punëtorët dhe studentët të pajisjen me leje qëndrimi fillestare 12 mujore, me qëllim që të mos pengohet funksionimi i sistemit arsimor dhe atij shëndetësor. Po ashtu theksua domosdoshmëria e respektimit të kornizës ligjore të Kosovës gjatë procesit të regjistrimit dhe njohjes së dokumentacionit. Kryeministri Kurti konfirmoi se nga data 15 mars fillon zbatimi i ligjit për të huajt dhe ai për automjetet, në përputhje me standardet dhe direktivat e Bashkimit Evropian. Ai tha se institucionet janë të gatshme për nisjen e procesit dhe se rregullat e reja do të kontribuojnë në rritjen e sigurisë dhe efikasitetit administrativ për shtetasit e huaj që qëndrojnë në vend. Sipas tij, për të shmangur ndikimin në shërbimet publike, veçanërisht në arsim dhe shëndetësi, do të ndërmerret një proces i koordinuar për përfshirjen e këtyre sektorëve brenda kornizës ligjore. Institucione lokale do të dorëzojnë lista të stafit të angazhuar, të cilat do të shërbejnë si bazë për lëshimin e lejeve të përkohshme të qëndrimit nga Ministria e Punëve të Brendshme. Çdo mospërputhje do të trajtohet nga autoritetet përkatëse. Gjithashtu, për studentët e huaj do të mundësohet lëshimi i lejeve të përkohshme me afat 12 mujor, me mundësi vazhdimi në rast të vijimit të studimeve. U paralajmërua edhe përhapjen e një periudhe 3 mujore për regjistrimin e fakteve civile për qytetarët serb, si pjesë e masave tranzitore të lidhura me zbatimin e ligjit. Në përfundim, qeveria e Kosovës e paraqiti këtë proces si një hap drejt forcimit të rendit institucional, trajtimit të barabartë të qytetarëve dhe avancimit të standardeve të administratës publike në përputhje me synimet evropiane.